Përshëndetje miq, për ju që më keni pyetur se si e përgatis unë lakrën kale. Lakra kale përgatitet në shumë mënyra të ndryshme, sidomos mua më pëlqen shumë krudo, por sot ju tregoj një mënyrë. Sot e përgatita lakror me miell mistri dhe doli fantastike. Ndajmë gjethe nga kërcelli, kërcellin nuk do ta hedhim tej. Shikojini videon deri në fund. Kjo është fantastike, kjo lakër mua më pëlqen shumë, ka shumë benefite. Një tenxhere 1 litër ujë, pak krip, shtojmë kërcellat, basi kemi larë dhe gjethet 3-4 minuta nuk ka nevojë shumë, kurse kërcellat i lejmë që të zjejnë. I heqim i leminjan, gjethet, këtu 6 kokra vezë një tas dhe i rrafim me pak krip. Për këtë recetë 3 kokra qep dhe 2 thelpin hudhër kam ngrirë. Rrafim vezët, skuqim qepën me vaj ulliri, vazhdojmë skuqjen, presim lakrën që zjem, gjethet e lakrës, i lëm minjan, vazhdojmë skuqjen e qepës, këtu kemi nxjerr kërcellat e lakrës mbasi i zjem, i hedhim në mikser, shtojmë edhe lëngu që i zjem, dhe i bluajmë. Në këtë mënyrë nuk hedhim tej asnjë gjë. Gjysmën e hedhim tek qepët dhe vazhdojmë zjerrjen e qepëve. I kullojmë sepse kërcelli lëshon fije, prandaj i kullojmë. Shtojmë lakrën, gjethet e lakrës tek vezët, 2 goda me miell mistri, pak djath parmixhan. Sepse djathën feta nuk ma pëlqejnë të gjithë në familje, pak gjalp siç e pat, e përzi mirë, pak piper. Shtojmë lëngun që ka tepëruar duke e kulluar vazhdimisht, siç e thash, sepse kërcelli ka fije. E përzijmë mirë. Shtojmë dhe qepët mbasi kanë zier. Ma pëlqyen shumë sot në familje. Shtojmë pjesën tjetër të lëngut, duke kulluar, duke i shtrydhur mirë kërcellin. Fantastike kjo recetë, provojeni. Është edhe ekonomike. Hedhim një tepsi të lyer me vaj ulliri, pak miell sipër, direkt në furrë të paranxehur me 200 gradë për 1 orë dhe ja ku e kemi. Ky është rezultati. Kur thot Eli, qa ta hash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.